Shërbimi urban e Elbasan nuk ka njohur ndonjë ndryshim në cilësi pavarësisht ndërrimit të kompanive. Këto e konfirmojnë qytetarët të cilët shprehen se urbanët nuk plotësojnë kushtet normale të higjienës dhe nuk respektojnë oraret e caktuara. Higjienë s'ka, kondicioner s'ka. Nuk respektohen karrikat aty. Hyp gjithë aty ca mahen, aty u mush autobuse ec. Nuk ka, u mushën stole çfarë? Sa i futi? Ka për rast ato plas miletin. Shumë që shek u paguaj. Që 200 lekë, po 300, po 400 ta bëjnë 5. Ka i ma dege. Lakë haxhijes atje të jap 400 lekë. Dobut në fare. Dobut nuk vjen orar, ja ke këto vet prezant. Se ta pel orari të një. Sonë ajo prisha orarit. Ke aty poshtë. Nuk ka, janë ndryshuar. Sa janë ndryshuar, sa janë nuk thash. Ato është orari që ka qenë. Ka kanë ndryshuar. Autobusat janë për pislik zotit. Nga ana tjetër ka qytetarë që nuk pranojnë të flasin publikisht, por pas kamerave shprehen se transporti publik lë për të dëshiruar. Sërma, është pasër, që në derat do të rinë ma pasër se në. Qa pasër në, o si pastorin që i daj një herë ato, shida të badala. Qa da bërë? A kemi nevoj se të të ngëm kam që një më dhej pa pesë.